Jem me lyp. Do më thonë s'është e vërtetë që vajza. Ju pashat të natë Ramazanit. Për shka si të vërte? Oj, më do s'po du me morë në arqivë to. Për shka si të vërte? Për shka? Për flok këtë po dijet që ishe ka kopë. Ose bëni pasete, ose mos ati shpeheq. Në na e vetë, unë në zorë s'përma, në na e vetë pesin me morë. Se vinë këta, pi 3 vetë natës, edhe nuk janë këtu në shkollëve, gjitha të zhurë me bojnë. A ki dokument? Vetë njëftim, pasaport. Jo, ma ka marrë policia. Kjo që keni me pa tash është një prej historieve më të vështira që kam realizu deri sot. Bëhet fjalë për 2 vajza të mitura, të cilat dyshohet se keq përdoren nga nëna e tyre. Detyrohen që të dalin të kërkojnë lëmosh. Javën e kaluar kemi qenë në një fshat të Lipjanit për të takuar Bajram Krasniqin, i cili ka qenë i martuar për afër 19 vite. Nga kjo martesë me ish gruan, Bajrami ka 4 fëmijë. 2 vajza të moshës 11 dhe 12 vjeçë dhe 2 djem, njëri 16 e tjetri 18 vjeç. Ndarja e çiftit ka ndodhur diku para 5 viteve në vitin 2020-2021. Deri këto jemi krejt në rregull, një martesë që nuk ka funksionuar. Sipas Bajramit, djem jetojnë me të, her pas here shkojnë në vizitë nëna, e cila jeton në Ferizaj, ndërsa vajzat jetojnë me nënën, pasi kështu ka vendosur gjykata. E këto nis probleme. Bajrami ka qenë edhe në burg, por pse? Nga në rrëfimin e tij. E ta so problemi jam se që të dy qika si po dalin po lipin në për Ferizaj. Dhe më thonë, qëfar moshë ka vajza? Moshën e ka 10 vjetë o 11 vjetë. Më kalëzu që keni ikone edhe në para burgem. Po. Për çka? Ndalë me dhonën e pse i kom morë qikat, a unë i kom morë qikat për që të rasi po lypin normal, ata kanë thonë si ja kena besu nonës vetë e pse ti e ke thuj ligjin. E për që ata më kanë që në borg edhe 2 fëmijë i kom posë vetë të shpia. Po mu po me qësën ma shumë të si e vladi, kam po dolin në po rrugë të në ditën po lypin, vije dhe ko. A e kontin që pësa me kalëzu që vajzat e tua po lypin edhe? Po e din Frizoj, e din Lipjani, po në të thës porte kur jam shku në Lëqin, jam konë të punu, më kam thirë Lipjani. Lipjani tha nga ka thirë Frizoj, që të rasë atë të mi morë të qikat automatik. Si me onë smallus edhe i këshyr vetë. Po në atë moment i kom vonë si jone mu më qëjmë burg apet, o nuk o zëj mi prejkë. S'po du me shku më burg i pafajshëm apet, se pafajshëm me kom hongër bukrin edhe apet, se normal i pafajshëm, se që të fote kur i ka posë gjykata, edhe nuk i kanë këshyr ata gjykatat. Mu e më njerë ma kanë bu si s'ke posë drejt mi morë qikat, na ja kena besu nonës vetë, e te e ke thuj ligjin 6 mujtë dhe nëvës. A one për që trasi i kom morë vetë si kanë lip qikat, për mu më shumë veron, se one për veti 12 antarë, boba jam i ka posë, edhe nuk i nga dollë me lyp. Këto jam konë të folë me ish gruën në telefon, edhe në atë moment e ka kopë qikën, për flëk të pëdijet që ishe ka kopë, e djali dytë ma kanë gjezu, nonën e vetë e ka gjezu, ish gruën e kanë gjezu. E ka këthy kamerën shumë? E ka këthy kamerën që është kapi pën qikës. Edhe në atë moment e ka bab hajde merën, po në së më po shkoj me morë se i shkelpi gjykatës jam. Kërkesa jam u konë gjithë mi të bu me 2 vlasni, edhe qikat, edhe qysh po më shkojnë gjemë të palyp, edhe qikat me shku në atë mënyrë. E ju kësa të gjemë mire kanë e kësa të qikat jekin atje. E djemë të jetojnë këto në shpe me ty, Po, djemë me mu jetojnë. A shkojnë të nona vetë? Po, shkojnë. Edhe? Qka tojnë djemë, që shtilët nona? Po, shkojnë, shka kanë me thonë djemë, do bab, i thiri djemë ku je, ose u më thiri, bab, të në 12 natës. Ku kom e shkoja thmit 12 natës. A ke folti me ish bashkëshortën? Po, kom fol. A e ke pyti pse pi qëtë vajzat me? Po, kom fol, po më ka thonë nuk ko e vërtet. A unë e faktet pja qes asoj. Si asoj, si gjykatës, si advokatit, si ketë. Unë i bëj thire gjykatës, si mum një mu, si atë treja janë, si mujnë me gabu edhe, jo si mujnë me gabu edhe, po janë hinë natër, janë të gabu rrugës keqë, janë të shku, do të me këshyrë gjykatë edhe sociali rrugës drejtë, se i kam me fakte me ketë. A je sigur ti që vajzat po dalin me lyp? Po, unë vetë i kom po. Veti ke po? Vetë i kom po me sytë e mille, shumë e njerëz i kam qëtashim me shku, shumë e njerëz i thujnë, si të shkollës, si në për kafiqa, shkojnë për kafiqa që ka jam baki, njeri e pen gjysë bardoki që ka shkon që ka jam në për qytet edhe kopqa gjysë bardoki edhe e pen. Vdek e kjo. Nëse nona i kish këshyrë si qysh duhet, a i këshelon ti vajzat me jetu me nonë? Po nëse qysh duhet i kish këshyrë, ato e kishin vendosur tani ose nonën se babon e nuk i kish na përzi, as dy djemve nuk i përzi në jetë.
None kanë, s'kanë ku e qojnë. Apo bas që ishtu mja bu pa drejt, me qitë sminë 12 natës. E që so si ke po vojzat i Bajram? Po vojzat që ta është i pikurit, jina dona për gjykata s'pi milen vojzat më janë. A djem ti shkujnë. Që djali jo që 2 java që ja i vogli, kjo kom para 1 javë orë, kjo enët, a tjetër enët, a qikat veç si jena në gjykat nuk i len në. E tash, pas këti rëfimi, fokusi ynë ka qenë 100% të vajzat e mitura. Fillimisht shkuam në qendrën për punë sociale në Lipjan, të cilët nuk na pranuan në takim për kemi marrë një përgjigje veç me shkrim, ku na thanë kështu. Pas intervistës që e dëgjuat, ne jemi nisur në Ferizaj për ta marrë verzionin e ish gruas së Bajramit, zonjës me lot në sy, me beje rrëfej, të uta e mohoi kategorikisht që vajzat e saj kërkojnë lëmosh. E kom taku ish bashkëshortin e juaj Bajramin. Po, me kaj kriti. S'ka më rëndësi, e ka një gazetare. Po, se e Lipjanit. Jo, s'jo me Lipjanit. Po? Edhe ish bashkëshorti juaj më ka thonë që jupi i qitni vajzat me dalë me kërku lëmosh. Dhe nuk është e vërtet. Me të bërë familja e më dhe sa shëtë dhe rrëna, farë me të flijës tam, ma kam bërë banesën familja jam, unë e një social së me jetu. A më nështë me jetu, në social vetë e treta. E është kjo arsyeja që vajzat për çto arsyeja po dalin me lipa? Jo, nuk është e vërtet. A shkojnë vajzat në shkollë? Në shkollë, shkojnë para dite janë shkollë. Cila është kjo? Qysh je? A po shkon në shkollë? Po shë? A po dilni me kërku lëmosh? E qëto fotografit a jeni jo? A po vjen me po? Oho, ma, të ashtë kja A jeni jo? Shu që vetja i ka shtu se një. A ti je këto? Po, kjo është shëtri që 4 vjetë. Që 4 vjetë? Po, zamar. A kanë kërku lëmosh vajzat a? Shme që kja se ka shtu një shu që vetja. Aha. Se më kur heq. Së në të ka dhe bërë sa Ramazan ke hinë gjuna. Që kjo fotografi zoj? Që da zamar, ke ka dhëmë se mu s'manin heq. Unë drejt kam qëtë një ka Që dhëmë. kjo? Speshamin se... Është më kërë atëre. E fezema se s'kom të ishë mohim më ljarë. Që da zamar, unë jam prend, a jam prend, se në shkite ma të nësia. Ja, s'jam. S'ka rëndësi. Po. Ta është që kënë duke të mandu kështë është, ha? Nuk e di. Jo, në Banez jeni. Banez më ose të ljarë. Do më thonë, së është e vërtet që vajzat Jo, kërkojnë lëmosh? jo, pashat që të natë Ramazanit ju. E ta është mija jenë rritë. Që i ka ti ku morë, të jam e lume në vetë. Pse me lume që këtë mija sa dikush. Hajde. Po, a dalin motrat me kërku lëmosh ose diçka? Aha. Se s'dijen, unë ndohë me shurë, se di ku janë. Unë me desht, unë që tu si kështë në morë heqë. Ja kështë në në bëzat, ka në të shkumë në djetë. E ta është, unë e bëjmë qikat, që 13 vjetë jem të i këshyrë, ju që 5 vjetë, se që ka që kam të rrugën, në farse edhe Ramazana dhe fillë të diçka. Unë i kum rritë që të, baba vetë su interesu kur për qika. Kur që, asë porës ju qëtë. Do më thonë, kritë pretendimet e Bajramit që vajzat kërkojnë lëmosh janë të pavërteta, a? Pa të vërteta janë, se unë bashat në të Ramazanit të ruta nuk i qëtë me një. Kja kur o konë ma të e dhe, ashtë i me që që dhejtja. A e konë ndjenë ti për këto? Ju, Aha. Qëta shë e për herë të që para? ta shper herë pare, por se dhe djekë ka posë fotët. Edhe i kom piskat, kom thonë ma. Ka një herë dorë me piskat, ka një herë dorë me jam shuka pak, ha? Se sa për mija, në jena kënë ti tërku, ta shenë ti tërku. Unë jam pred, unë e të këmbo, asë për që ta shtë e kemë të në bërë, në zarau, unë e pak më jam shumë e tuta. A kam drejt? Jo. Unë është të po mja fjona. Ja, s'ki drejt. E tu se shmija studi, Ja, duhet me dialog, duhet me muhabet, duhet e me po ullë kur me... s'mar veç, e kur s'mar veç. Ja, dhe kur s'mar veç, duhet me ullë me bisedu gjënë gjatë. Kja është ma e shtira. S'ka problem. Krejti kena na ato tona. Kena, a mo që është të nanën do të me ngu. Po, nanën duhet me ngu, që ashtu është të vërtet, po jo me dhu. Jo, unë e zënë, se pak me tuta pënde. Me tut për reja? A për rejt e dy ata? Aja, si rej. Se zba. Që ku janë të folin, që atë kumë rejtë në E, duke zbri shkollëve, neve na ndalin edhe disa banorë dhe na tregojnë fije për pese, vërteta që ndronë ndryshe.
Një prej thirrjeve që më ka rqef më së shumti ka qenë një gruaje, banore e kësaj ndërtese, e cila më ka drejtu, të lutem shpëtoj vajzat. Banorët na kanë dërguar edhe video të britmave e piskomave që dëgjohen. Na stavljamo piscina na dobu kafini se da istorije. Po, cambiati poi con pascu. Kush po dalë në Prishtinë? Jo, më shumë. E sa po dalë Luna, po dalë. Aja, tina ju me mo. Ha? A mi që bërë të kuma dhe të jopna. Puttana? O, nuk po të aja numër. Ama, ni. Që ti të lëptu trefa, Liptajone. e atë taksi. Ama, Hapë në rrugë. kohë në telefon. Vllaja nuk e ko numërën e Oj, ti. Se të nani se s'po dyra me morë, e hajgore me zbani. Jo, be jo që e mora, pa më stani. Hajgore se nuk o të zdu. Alo, Falë. unë jam ajo Pendi koshie, pendi telefon. që është pas, unë që më të morë. Për shka si të vërte? Oj, më do s'po du me morë në qiko tonë. Për shka si të vërte? Për shka? A i në vërte? Se marë, më me O të shkore të të policien! Policien ka në të të Ciao. Më pas, ne kemi shkuar edhe në shkollë, ku biseduam me drejtorin e njoftuam se për çka kemi ardhur. E për vjushmërinë e vajzave, foli Xhemal Sadriu, drejtori i shkollës. Ne morëm informacione për 2 vajza të përmendura lartë dhe të dyjet vjushmërinë kanë të rregull, sipas raportimit të kujdesave. Çdo mungesë që kanë bërë marrëveshje me prindin, nana gjithmonë është përgjigjur kërkesës së prindit dhe i ka situar mungesat kur ka munguar, po të kishë pas numër të matë mungesave në kryesisht të respektojnë rregullohen e shkollës, shqiptojnë masa disiplinore, dhe deri tash për këtë nxënëse, për këto 2 nxënëse nuk kemi pasur kërkesë për shqiptimin e masa disiplinore sepse nuk kanë përbushur autoritet për, do të thënë, numër të matë mungesa për brejtjeve me shkrim apo brejtje me gojë. Në gjithçka në shkollë këto janë të rregullta dhe vijojmë mësimin. Tash besoj e kuptoni që krejt kjo nuk ka ndodhur brenda një dite, por na është dashur kohë për me ulëmtu pak më shumë pas thirrjeve e lutjeve të babait, besa dhe të komshinjeve. Për fatin ton, të mirë e kanë pranuar që të flasin në kamerë edhe 2 djemt e Bajramit e Deutës, pra vëllezërit e 2 vajzave të mitura. Unë di me të kallëzu që në pikurit ka ndodhur arrosti ndorja me bobin momin, vajzat preja mutrat, preja ati arrostit lypin, pore, bëjmë probleme, bëjshin mamëtit, se tash janë null. Çfarë probleme kanë bu? Lloj problemi, vjatëshin. Kanë vjedha? Vjatëshin, tash ja kanë nisë lypin, pore. Edhe vetë e kumë po të lypore, se s'po dhëmë kështë me fjolla, mu e kumë po. Edhe kur ja ka umë najtë përsyni 100 franga. Kush e ka dhënë 100 franga? Se një kështu ja mu e u pator në shpe me qatë u pore. Motra jote? Motra eme, dhe ne kumë di që ajo do të lypë, se ne di që atë ras. Ja e din nona juj, se ti më do këtë rënë me babin, a? Po me babin. Mas jë ndo mami me babin, ti ke vendos me najtë me babin. Po. A shkon të mami mba njës në herë? Shkoj. E pse? S'ka të ardhme, në ndryshe. Mësë më gona të qika ajo s'mënët, s'besej që mënët me jetu. Me të ardhme të drejtën. Dhe më thonë mami nuk punojnë, nuk punojnë. E për shkak që ka mungesë të ardhurave, vajzat i qëtë me lypë, për qëtë arsye, a? Po. A ke provu ti me bisedu me mamin? Kom bisedu, për Çka i ke thonë ti mamit, po më intereson? E kom thonë që qikat janë arrit, qikat të këtë senës, nuk qitet qika me lypë që s'ki pore. A mu e këtë, s'më në shmenut, mami i rejt qikat. A i ke po në herë mami të i rri vajzat? Po e kom bo. E pse? Për shka i rri mami vajzat? Se
vojza ku me ditë nuk e ngën, ajo dën me mjabu dvejtën. Ta në dhejt ja bën dvejtën, ja i sill, qikës, ja i bërtat. Ja, po bën shumë zhurmë në banesë, njëve na kanë thonë edhe. Po, zhurmë, po. Zhurmë edhe bandur të banesë, se din. So, ko zhurmë ajo banesë. E pse ke vendosim, pse pranuve me dal me Pranuva për mutrat mia. Pse? Se s'du mi po ashtu në të lyp. Unë adha ditë kur jom kanë të banesa momit, kom taku edhe ty atë. Po. Apo? Edhe unë e posh edhe një video. Po. Me britma, piskoma. Po s'kam, po pëstet, kote sa bojë për vjetë. Po dem me ma po lypen. Ajo se tash po tunte, qyshe. E ko për vjetë banis, 58 ja bën. Tani momi ku po fun të telefon. Ose bën e 58, ose mos ati shpeheq. Qështu i thëta? Po qyshe. Sa ba për ejnë, s'po qurë po shu, për Jakob fët. Po ik, për Jakob fët sa ba, shtot. Se s'po qurë me. E ti ma shumë përrin me momin, a? Në banis. Unë me bovin e ma shumë, po të ka mom, të momin pak me ne. Unë e kam po sot sa ba, të e pëskit, qushën, mos nende sa ba. Ta është 5 euro, ku bu 5, vjen tas e me në banis. E është unë lypen, po shin. Taksi vjen e marë, modrën tona? Po me E momi a pedena? momi për de, po për den, po ja bën den. E ta një ide kote sa bos për vjen. Kjo e vogla, a? E vogla, se ta shpotu. E momi a piqet me vetë dëshkirë, pithet me dojnë me lypa? Po, se s'po kam po, A jenë vërtita që të bërtima që ato? Po, vetë ite. Te me shumë banes me vetë pi përshë dhe natë, ka zënë kej, shabër natë. Kej ka zënë. Shka bojnë? Po skritën, e shumë qmejti, në gësh, gjume pa dak, Me bardak gjuna? me sens. Vojzave i gjuna? Po, E pse? po vojzi. Po arritën shumë. E ti apo mundesh me... Unë pe bëjnë nane se kom banër, po qysh me bërë, s'më nohën. Ti, shët, ti, dem, se në pa ija. Do më thonë dhe fjallë të dyta mami Po, përdor po. ndaj vojzava? A i keni kallëzu ju babit për këto? Për bobe dhe për. Cila kishe qenë dëshira jote si vlla? Për motrat e tua? Unë kisha po qesh, mi me pot mute, s'me do me lyp, me pot në gatë, me ne bash. E pse ke vendos ti edhe vllojet me dalë me më kallëzu mu për qëtë ras për motrat e tua? Po me bëjt mute tem, s'po du me do me lyp, po du me pot në gatë meje. E shka po të thojnë ti motrat? A ki afërsitja? A ki shoh që heq motrën tone? Me Unë- pyet ku po shkojnë? Po në pe bëj, po a bën lem mua, unë isha duhet bëj. Qyshe? A e den di ku shkojnë motrat? A të Po- kallëzojnë ty? Për mund ka zënë, po Ku ka? shin, Prishtinë po Po. shkojnë? të i të rejse atë, të mësafyra, me tasë për e qenë. Apo a? E apo bin pare në shpeja? Po, Ka sa pare pi bin? ka 50 euro qyshe, Ka 50 euro. Çdo natë ka 50 euro. gjënat, ka të rejt 50 euro qyshe. Ky djali 16 vjeçar, i cili rrit tek nëna pak më shumë, më ka tregu se e din se kush e merr me taksi vajzën, pra motrën e tij, edhe na më njëherë jemi nis tek ata personat me pas se çysh shndron e vërteta. Për fat të keq para nesh një burrë godet me shuplak djalin me arsyen se ne po ta marrim motrën e ti po na i thirr kamerat. Era e fundit që vjen me neve Prishtinë, se Pse? do s'po du me murë në Prishtinë. Pse s'po den me mos? Se na ka zhë problema shumë Prishtinë për na. Pse ju kanë nxjerr probleme? Se po na vin policia, po na vin shumë herë se nona të në fol, u shola 10 mjesë, mu ka tek një qik, Po. një qik një bebe vogël, shko Po çka pi për ta juve nona? se më na pe morën porët, ku ja pa shumë më na pe porët. Nona s'pi për ta juve se pja merr një porët, a? Takshin, unë për paguj, aja du të me pagu takshin esrës se po vjen. Sa pe paguni taksin ju? 25 euro. E sa porë pi bani për më këtë nina? Unë boj me 670 euro. 670 euro çdo natë. Unë e kom marr neve na ka thonë dikush që ju pe merrni çdo natë për me çun Prishtinë. Se për lene na e vetë, unë me zorë s'pe ma, na e vetë pesin me morë. Nona vet, a? Për çka? Me lypë se të nëziri do një diçka me ëndër. A pe merrni ju Me me zorë lypa? s'pe marim, veç se me dëshirë po vinë. Çdo natë, a? Po. Çdo natë, i qomë 20, 30, 50 euro çdo Po, natë. po. Deri në sa ora po deni me lyp? Dërë me një e dy, më shumë ta jo. Në sa ora po shkoni në Prishtinë? Tash në orën 4. Në 4 po nisni për Prishtinë dhe me juve, a? E ku po kërkoni atje? Në trafik, me Në rrugë që aty, a?
E tani me taksi ktheheni a çish ja bëni? Me taksi. Tash ikim në autobus, pas në darkë kthehena me taksi. Okej. Çfarë çoni te shtëpia? Unë e çoj te shtëpia, unë ja pagoj rrugën me kep, me të ngranë me të gjithë. Apo a? Po. Ame, alo, ku je? Ku? Te Ibi. Apo... Qa po bënd? Unë dhe shpia jam. Apo vjen me lyp? Apo vjen Prishtinë me lyp? Apo vjen me lyp? Ka në respekton ti? Ka në mon me buke, pëse vim shumë djallit. Ti shkon e thirë policia? Vish për shumë të ndoj qëto. Se ka ndonë qëto në altë vetën. Kush ka? Kush ka? Se qarë sok është. Krejt për login, ton notën që tha zhurë policina ashtu, shto kena me lajmë rrugë. Po. Allah hile që i qëtë një shlirë këta. Po. Se nuk i dojnë këta mbanes. Se vinë këta, pi 3 vetë natës, edhe nuk në këtu në shkallëve, gjithat zhurë me bojnë. Kjo kup qilës pive i Po, kush ka qaj burre që i mshej që ti djallit? Ajo është vlajim. Burre kia? E a për çka i mshej që vlog? Po të bëjnë ndesh dote dhe masin edhe gazetar. Jo nuk më ka sill më vlog ti na gazetën. Mu gazetën ma ka sill tjetër kush. Edhe unë të kallzova që s'ku marr për juve, po ku marr. Ti veç me më kallzua, e merr. A e ke marr deri sot? Veç sok po priste, pe dëgjove veç si thaje. Çka tha? Çka tha? Po priste, jap. Çto? Prave ma shtrafi, ne? Numër e telefonit të një. A ti numër telefonit të? Jo ka jep. Do që të vjen në kontakt me gazetarën. A ti telefonit të rregull? E shambo se mbaj me. Që kemi ozu një pojnë është e mirë tonë, ka pas një telashe, në stacion, në sëqarojmë atje. Në nga shqipërinë. Qësoj një këtu? Kam 15 vite. A ti dhe e qëndrën? Jo, alas më ka bërra i shqipës. Fëndoj shpis nuk kam nevojë të avolje që ndojmë të gjithë të interesuar. Komunë që do të shku. Nërë të vetura edhe me ashtu një tiket. Hade, a ki dokument? Dhe të njëftim, pasaport? Jo, ma ka marrë policia dokumenti. Në stacion. Ha? Në stacion, vjetë. Më pas, policia shkuan për të kryer procedurat e veta, e pas pak minutash e mitura vjen dhe fshehet në banesën e familjes që po dalin të kërkojnë bashkë lëmosh. A është e vërtit që janë që? Jo, ka të vejtë. So, vëzama? 20. Jo, 20 ja jam. 20 euro ja jep momita? E ku pe marrë 20 euro? E ku po qënë? Ku po shkoni jo me lyp? Në Ferizaj. Në Ferizaj edhe në Prishtina? Ja, më vështishim kom vesh E një çfarë taksit ju vjen ju marr juve? Se di një tjetër. Një taksi tjetër? E a din mami që po shkon? Jo. E lidhur me krejt këtë problematik, ne kemi dërguar pyetje me shkrim edhe të policia e Kosovës, më saktësisht në rajonin e Ferizajt, e cila na ka njoftuar për 3 raste të evidentuara. E për krejt këto që po të dëgjut, reporteri ka dërguar pyetje edhe në prokurorinë themelore të Ferizajt, po ashtu edhe në qendrën për punë sociale, por deri në publikimin e stories nuk kemi marrë as edhe një përgjigje.